Kryeministri Edi Rama ishte i pranishëm në fazën e dytë të konkursit ndërkombëtar të koncepti ideve për ndërtimin e Parkut të Besimit në Petrel. Sipas Ramës, Parku i Besimit nuk është një simbol i fesë, por është një faltore adhurimi ndaj jetës dhe natyrës. Në konkurs u paraqitën projektet e 12 ekipeve finaliste me arkitekt nga Mbretëria e Bashkuar, Portugalia, Danimarka, Gjermania, Spanja, Meksika, Belgjika, Holanda dhe Italia, përpara një jurie ndërkombëtare e cila do të përzgjedh projektin më të mirë. Kjo është një nismë e Korporatës së Investimeve Shqiptare në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit. Më lejoni ta nis duke thënë se për mua personalisht është një moment fantastik, sepse qysh prej shumë kohësh kam kopra që flas e që pres me padurim që kjo nismë të gjej hapësirë e të nisë të gjalloj. Sot jemi mbledhur në këtë vend që dikur formësohej nga gjua e ashpër e urdhrave e divizioneve të kazermave ushtarake, një vend ku uniformiteti marshonte shumë më fort se sa uniteti dhe ku po bëjmë një transformim fal talentit të Kengo Kumas dhe këmbëngulje së Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Me shpresë së shpejti do të kemi mundësi që ta hapim këtë, ta çelim këtë hapësirë për një qëllim krejt të ndryshëm e për aktivitete krejt të tjera për njerëz krijues, të talentuar e për çdo që na viziton e kërkon. Dhe natyrisht është një park që ngërthen besime përkatësi e ky park në për masat e veta mjaft modeste, po në një deklarat shumë të fort, ofron një kundër argument, një vend ku askush nuk pyetet në ç'anë qëndrojnë, ku e vetmja pyetje është a mundesh ende të mrekullohesh nga jeta? Dhe ne shqiptarët me qëra fjala nuk kemi nevojë ta shpikim tolerancën. Sepse prej kohësh kemi lindur në të, jemi rritur prej saj. Qytetet tona janë rritur me xhami, kisha, teqe e manastire krah për krah. Ajo çfarë ka ndodhur me të gjithë ato në atë periudhë të errët ku me dinamit u kërkuaj që feja të çrrënjosej nga kjo tokë, ishte edhe një mësim shumë më i madh i arsyes përse kemi nevojë për tolerancën. Dhe sigurisht, siç e thash, trashëgimia jon nuk ka qenë për herë lehtë.